Tani qëllon edhe që sot tjetë dita përpara mbledhjes konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel nesër, ku do të vulloset përmbyllja e fazës hyrëse dhe hapja e fazës përmbyllëse të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria, pasi hapi të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim në një kohë rekord, me shpejtësinë më të madhe të regjistruar në të gjitha proceset e integrimeve të vendeve që na kanë pararendur, tani më konsiderohet e gatshme për të filluar nga mbyllja e kapitujve të negociatave dhe konferenca e nesërme zhvillohet eksaktësisht sipas kalendarit të paravendosur me Komisionin Evropian, me synimin e përbashkët që negociatat e antarësimit të mbyllen brenda vitit 2027. Prej pak vitesh tani më, por gjithmonë më shumë vit pas viti dhe muaj pas muaji, Europa, Bashkimi Evropian nuk është një horizont siç ju e mësuar të shihni horizontin Matandetit. Dhe siç ishim mësuar me dekada ta shihnim Europën dhe Bashkimin Evropian. Por është një maj që tani më e prekim me sy dhe rrugën drejt cilës tani më e kemi tërësisht të piketuar, e ndërkohë dhe kohën për ta përshkuar atë rrugë e kemi të planifikuar dhe jo ne, por ne së bashku me Bashkimin Evropian. Jemi sot më afër se asnjëherë Bashkimit Evropian.